Ndërkaq ka ardhur, ka mbritur edhe zoti Berisha, po i ndjekim pamjet. Jemi Daniela, mund të më thuash? Në këto momente sa po ka mbërritur edhe zoti Berisha për të hedhur votën e tij për referendumin, nëse do të po themi votojë në këto momente, pra do të jetë ky momenti ku edhe do të votojë. Zoti Berisha jep edhe dokumentin e tij të identifikimit, është i shoqëruar nga bashkëshortja e tij. Zakonisht në fakt në të gjitha këto procese elektorale kreu i Partisë Demokratike shoqërohet nga bashkëshortja e tij, të cilët tashmë po hedhin edhe firmën në listën e antarësisë, po marrin fletën e votimit, fletë e votimit ku për ironi të fatit është vetëm emri i tij, por ka opsionet për zgjedhur nëse është pro, kundër apo nëse do të abstenoj, do të mbetet, po themi, në fshehtësinë e votës kjo pjesë, por gjithsesi pritet që ta ketë edhe mesazhin e tij për mediat pas pak minutash, pasi edhe të hedhë në kutinë e votimit fletën tashmë të plotësuar. Edhe ndjekim zotin Berisha. Ky është momenti pra kur përshëndet edhe mediat, antarët e komisioneve që janë aty, do të ketë edhe komunikimin me pasaport ka votuar, së bashku edhe me bashkëshorten e tij zonjën Liri Berisha. Por e ndjekim. Së pari përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar gjerë tani në mbarë Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare, i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Në këtë rast, ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm statutor, të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm ndaj një procesi më demokratik që ekziston në të gjitha partitë moderne, europiane dhe botërore. Në një pjesë të tyre, më fani se janë pakicë, shumica përdorin procedura tjera, duke përfshi edhe vetëm duartrokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Faleminderit. Zoti Berisha, në rrjetet sociale janë publikuar, ose më saktë vetë ish deputeti Ervin Saliani ka publikuar disa foto ku qytetarët ose demokrat kanë marrë fletën e votimit, nuk kanë zgjedhur emrin tuaj, po kanë shënuar emrin Ervin Salianit. A jeni penduar që nuk e keni rival përballë? Unë besoj se përplitjet e një përfaqësuesit botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces më demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare e jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo, zero. Faleminderit. Mirupafshim.